Po nuk e like rahat as në banes, as në punë. Po nuk e ka lënë me isë për pora, me përparu. O, pasha zotë, sa s'ko gruja. Është merë me po vlavin që fa gjendje shëndetësore, është. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të sjell një histori të një familje shqiptarësh nga Kosova, por që jetojnë në Gjermani. Në fakt do të jenë me mua pas pak në këtë live dy motra që kërkojnë ndihmë për vllajin e tyre, pasi ky i fundit ka baraktisur bashkëshorten, ka marrë fëmijët, ka ushtruar dhunë psikologjike dhe fatkeqësisht 3 fëmijët e mitur janë marrë nga shteti gjerman. Të dyja motrat nuk kanë kontakte me vllajin pasi ky i fundit i ka bllokuar në telefon sepse ato mbronin nusën e vllajit sepse ai e ka keq trajtuar. Çfarë ka ndodhur në të gjithë këtë histori, do të hap fillimisht dritaren për motrën Vana dhe pas pak do të jetë motra tjetër Nuria, e cila dhe ajo padyshim që do japi detaje nga historia dhe do i përçojë dhe mesazh vllajit të saj. Hap dritaren dhe e ftoi Vanën fillimisht për ta dëgjuar historinë. Vana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Gjermania. Ju përshëndes, ju du shumë, keni shumë programe të mira, keni që të shumë familje, që kom hip direkt të ju përmes YouTube-s, më nëzit që i kom zirë dë numra, se faqja internetit më mbuloj ke numrin tanë, se unë nuk më i rëm as me TikTok, as me këtë gjëna që janë. Vetë një WhatsApp e ka me 7 fëmijë që punojnë sa të pak, diçka të sajde. Nga e folura, më dukesh sikur je shqiptare e Kosovës. Ja, po. Nga Kosova jam afër Shqipërisë, që anejna të refugjate, jam ka 19 vjeçare, kështu që jam në Gjermani që 13 vite. Unë lexova mesazhin që më dërgove dhe çfarë problemi keni ju? E dëgjove pak video në anejna, kështu që unë i thash motrës si që shtu kum hi kontakt me ty, se jemi shqiptar, jemi popull shumë i poshtër, shumë i poshtër jemi, me po një vëllonit familjes, 3 fëmijë për shtëpie, mja lo çantën, mja lo shtratin, mja lo kretë, më shkatrot familja komplet është merë, dhe më qoj madhe vogël me afruat njëri, po kush nuk i vetë kur qa. Por problemin e ke me vllajin, të lutem qetësohu Vana dhe ma trego çfarë ka ndodhur me vllajin tënd. Jo, Eda, se kam problemin unë me vllaj, kam pak se ai ngatruhet unë se i tam je keq, nuk shkatruhet familja, nuk lihen fëmija pa nonë, gruan e ka largu. Konflikt, është e vynë, është punëtore, është e mirë, është me tanët, edhe kë është e vynë punëtore, i mirë tanët, po nuk e di shaj ka hiaja fjollë në kry, nuk e di. Por çfarë ka bërë vllai? Ma sqaroj që ta kuptoj. Ka lënë gruan dhe fëmijët? Jo, Eda, kanë pas konflikt në Kosovë që kemë përshim para 2 vjetë. Tani aja i mojti fëmijë, policia Kosovë si dëmës që janë, arrestuar ne ja thirri vllavi, edhe i kënej për Gjermani kë, edhe me pak gruaja 2 muaj, se ke pushimi i fëmijëve verur. Aja i puni fëmijën këtu në Gjermani, tha unë i du, tha fëmijën si pensione, shumë e mirë është. Këja, hajde të këtë, me Nikolëm jetojnë, kështë që bashkë me Nikolëm aja pa të zdo jetu. Kështë që jam urë si pas shtetit ligjit gjerman, jam urë fëmijë se kita kanë këtina, se pas gjerman. Fëmijët i ka marrë shteti gjerman të vllajt? Jo, i ka marrë vllavi një herë që 2 vjet i ka. E gruja si ka, ku farë drejtë s'ka as mi po kështu, as të shkolla, as mi pos, as ta kështë si ja ka ndalu kësë se gjithë mund konflikt me ta, edhe shteti ka largu. Një për para 2 javë ka hinë mbrëmje, ka morë një shteti, kështu që nuk e di përshka, zdi s'kam ku farë kontakti, edhe pse kam 15 kilometra këtë largë, se kam largë. Mu i me shku ku du se kom pas di qëfar gjendje shëndetësore është se shaka. I ka të mi shumë mirë që i ka 11 vjetë, djali 10 të mdokën. Mës vetmet i ka, vetëm një ka ma shumë 6 vjeçar. Fëmini ka dukat. Vana, vllai juaj nusën e ka gjermane apo shqiptare? Jo, Ida, ka shqiptare të Kosovës me pse si gjithmonë që shfejuam na. Pra ai është martuar përpara shumë vitesh në Kosovë? Po, që 13 vite bashkina, që me thonë kemi pos martesat e jemi o në Gjermani, e krejt në regull, me thmije, me krejt jemi përbashkët. Mirë, shumë mirë, ka pos e i da pun të krejt, po s'di. Këta duhet me afru paka shumë me fjallë që të su se sene, po nuk dënë këpi mirë, nuk dënë për mutrës anina, nuk dënë për ata atje që i ka dhe vlazni që i ka, njën i smerë kur farmasa si interesant, e tjetëri pa komunikim për si e shtinje si kur gjo heq. Po, qëfar ka ndodhur, ndalemi te vllai, qëfar ka ndodhur mes vllajt dhe nusës që arritën konfliktet dhe ata u ndanë? O, pasha zotë, sa s'ko gruja.
A dhe zoti mas që është. Vetëm që gjelezina aq madhe që ka për stepi, një shikim me pas, e vish një guj me qira, i thet, Shabone, shate, ku shkove, mi kry që i rren. Asgjë tjetër s'ka njeri. Pra, vlla juaj ka qenë shkaktar që ka prishur familjen? Po vllavi se kush mu traja. Por ata u ndanë që në Kosovë apo në Gjermani? Kolonizim kanë, se mas me pas kolonizim se kja ka vizën për 3 muajsh tash për shkak konfliktit që kanë e veti, në kurs nuk e kalon me shku. Jo se kozëza ko afrikan komun, korrikti me ta, çfarë fjallë? Ma shku të tërë, që është të kur nëse kalon me ban, lëm se kalon me ban. Me një fjallë. Kjerit i gra punëtore është, punë ka, ja shiti kjerën, ja largaj thmin, e largaj pipanese, me dal me shuqe, me dal dikun, kur që në shababan në shkata, që të fjallë edhe konflikti që 13 vite që të sani ka po dikur, kërset ka poki. Por ju me vllai nuk keni folur për t'i thënë që e ke gabim o vlla, nusja nuk trajtohet kështu? Mu traje, po kërë zoti më ban me ta që vjen që tu, me kod ke fol ti për mua, për shkak që ke bot ti për mua. Struk zori ti kështë familjen tonë, unë i thamë, po fjallë të mija nuk e mere, i me vlavit atje në Flensborg dhe një në Kosovë. Beagi, si gruja mi morë të mi, që ta ja budal, ku konirin bu që t'ja jep shgrus të mi, e me dal budal, unë s'ku një halër, ku në bot i dhe. Çdo kush ndohet, po i konona thmin, ose marrëveshje për bashkët ti pak thmin që shek kush ligji, po nuk e dan. Por sa kohë kanë ata që janë divorcuar, që janë ndarë, nuk jetojnë bashkë? Që 2 vite. Por ishte vlla jot që e përzuri nga shtëpia? Jo, pa vetë se pranon që ka person, jo se pranon ida. Jo, nuk e pranon çfarti, vetë do. Por nusja e vllait ku jeton? Jeton, ida ka moni banes ofer që të nga tina, për shkak se mos m'ja prisht mive shkollën me dokumenta sa atje lage nga. Shumë njeri është me men që i planifikon senet, po nuk e like rahat as në banes, as në punë. Por në momenti që vllai u nda me nusen, ti ke kontakte me nusen e vllait, ke folur? Deri para një viti po, ma shumë jo. Çfarë ti tregonte ty ajo? Kon, i du thmin, me t'jan, kon, sot munet, kon që 2 vite s'ka pas min, edhe pëso është nuk Gjermani, si ja kanë dalu Gjermania, s'di shabankë me këta policë, s'peja për me anë endi me këta, s'di që shi planifikon senet, po këta ja kanë bjedh mutra jem, krejt senet edhe zaharja morën dhe t'min qapet i jone, se këta këshyrin shtetë është dikur, s'drejt. Por se Vana, nuk pari do të kuptoj, ata u ndan të 2 dhe fëmijët i mbajti vllai jot. Po. Po pse nënës juaj është të drejta të takonte fëmijët? Pse? Vetëm se pa t'ves, ida. Nuk e kuptoj. Kja ka vizë 3 mujore. Për shkak që se kalo me shku në kurs. S'ko, unë përfriz me një fjallë 1 vjeqare, 2 vjeqare, 3 vjeqare. Kje prefekta din gjuhen, ida. Ka avokate, ka vetë shprejhet ke me njerës këtu në Gjermani. Vetë krejtë sa në tipan vetë. Po, nuk e kalo. Po dhe kje ka gabu shumë, ida. Normal që a du të me mu gjdo sene. Ti me vllajin Haj se bëhet mirë, erdhi puna te konflikt me familjet sojna vllau. Ata kanë desht ida se me pas djallë drejtin, kanë respektu e kanë desht. As djallën e vetë se kanë desht më shumë. Printe sojna, mutrat të sojna kajtë. Po mirë, kur vllai u nda me nusen, ti ke folur me vllajin tënd? Po, ida, po gjithë i mirë rrugë. Çfarë të ka thënë? Kush ishte shkaku që ai e divorcoi nusen? Çfarë të tha? Ida, është turp të tësh. Kur? E kush janë ata? Kur? Ja, nuk e di. Kur? Si shqiptar që thëjnë, nuk e di. Nëse ku është aja, jam edhe ane. Asë më ka thënë kush, asë ku po, asë ku një. A dhe me ta ka zu sistemi. A, ti e pisa, ta në qëtë me dur, ta si agresiv. E ka po që ka morë fonit, ata shi. Ka menu që lunë gjithmonë shkën kunglim i ujdi kur kolbet. Por vllai juaj që nga xhelozi sëmur, përderisa ka akuzuar dhe nënën e fëmijëve që më ka tradhtuar, ndërkohë që ti pranon që ajo ka qenë nuse shumë e mirë. Ida vetë ku dushi, ta dha dhe telefonin mutra të regjistron se ka thonë se det që për mes ekranit televizit thuje disa par me folën me ty. Në momentin që mund t'je ndar vllai me nusen për tradhti, nuk të pengon kusht të takosh fëmijët. Ka ndodhur diçka që shteti ka penguar nënën? Kjo mutra im për dëvish fëmin. Edhe marrëvesh edhe ka thonë nonës, qëre dodë, se dodë i thënë nonës tem, aja u dish për gjalli. Qëre dodë, nuk janë dalej fëmin, o edhe teshat ja loj, o dhe i dho me hangër, pi panisë më nëse nuk o janë largë, ja 5 kilometra. Vetëm nuk me një kolëm nuk du me jetau, me ta nuk e du fjallëm kur ka shkën, qatë që ka
Zvën tjetër ai se me thamë veç atë fjalë. Por ai jetoi, pas ndarjes me gruan, jetoi vetëm me fëmijët? Po, mutra jam që 2 vjeç të vetë. Sa herë që ju më shku se shkesh në hajtë mas papohet mira, hajtë më dhe që ke shpirti, çfarë banesë, çfarë kushte kanë pas, krejt janë rënu, krejt sanët janë rënu. Para sa ditëve shteti i Gjermania ka marrë fëmijët vllajt? Më duken që 2 javë mbrëmje ja kanë marrë. Që kanë thënë, duken e ka qotë të piskose e madhe, është e bukur, është mës me qikë teme, është. Zhagi kanë ngrej mbrëmje. Nuk e di për çfarë arsye, këto që është vllavin që kanë ka, kë e din pas kanë komunikim me ta. A din çka e da? Me asnjë njerin që është familjes të nuk foli pos me një nën edhe me një motë në Kosovë, vetëm që problem që e kanë qëta. Ndash janë gjotë, ndash dik trupi jam se qilë telefonin, për konkreti kom shly. E da, është merë me po vllavin që fa gjendje që ndësore, është kush nuk i bjen masi, da kur nuk mundesh me afu dikun familjes me thonë, hej, e bojna qëtë punë, e kryna qëtë punë, s'kushtën kush nuk e qëtë një fjallë piku e da. Nuk kushtë me pore, po dhe me shpirë në qëfësi është e da, unë e pe jap gjysën e shpiti vish le bëhet mirë, po kusht e da nuk pranon. Vllahe sapi, mu ka gërdit. Ti nuk e asnjë lloj kontakti me vëllezrit? Ja. I kum i krejt që e pa një muje i më zhublim me në qësë thash, salutit ja kum bo më jeta, me shpirt. O, e dyta jam, më ndash edhe pora, vish hajti dikush me mua, kush s'ka pranë. Por mirë me vllajin që ke shtrajtuar nusen, e kuptoi, e zën dhe nuk flet, po me vëllezrit e tjerë pse e zën? One, Po. jam zënë se s'me ma prind qëtë punë, për baj lutje pse mi 9 jetimore ku se kanë prindin, e kanë nonën, e kanë babën. Bele një komunikim si duhet mullë në tabelin për shka. Kush nuk me mosa. Vetëm bisedoj pak shprejna, si akomën si diçka, bile me ullë tensionin e tina, se këko pak nevoj të jeta, një marrëveç me full me dikon, po unë ju kumbo e keqe, ai e keqe, këtë kështë ju kumbo. Pasi fëmijët ja morën vllajt, ai të njoftoi ty, ti e ke takuar vllajin? Jo, që ti, unë me të ngoti ko 4-5 muj se kom pas, një fesë se kom po që të ahorë pia kjetë, edhe po më thetë qika, oj mam, ishke visit nina, ta shku, ishte me kunesh, tjeta nuk e di, vishe poshe, e ngoj ta shkuva, o nuk e kom gjo se ko goti një vit se kom po djallin, edhe me kunjek e vis, me mumin, se me te mami së 5 vjeqare është i da, që 2 vjetë që ka lasë për bjen 4 vjetë. E mami, kush, mami, hajtë zë ka bo mirë, thash, adin me një jeme. U gëzove? U gëzove, e da gjina fëmi, edhe e bobi ku është, që të dikon, e mami, me këshka ka pru, mami, me kërë me auto, se Gjermane se shqip s'fadikes paka shumë, a më në gjë, jasë në gjë, more bona jam që delë që më shëti, e për qafe le ata, ishka një grue me ta. Nuk e kum ditë kush është. Edhe aja zahaja kalon kë vllavi atina, së kujdes për ta. Edhe Irina tha, qika tha vonë, mam ta bëj një fata me klevisin. Ta shajt bane, edhe u largova për klevisin, tu quva për shëllavin pa vjen me 2 fëmijë. Edhe po kështu ngre, se atiri aja gruën telefon gjermanisht. Shqiptore është për shaka i herë sajde. Edhe vllavi, ku vllavi, unë po të gre, si unë e konflikt me ta që kam, për qëtë punë, si nuk i në regull, që i të po ti përshkatrojnë familën, se s'përshkatrojnë të atjerë vllazni mutra jem. Po, edhe ma këtej shpinen, edhe u laguba, unë se kisha 4-5 mita, me shku me full, zbona zot, ashtë nëjse në konflikt fesë, në shpes të këtyve, na një ujnë krejtë sajt edhe u laguba, për që vlavin të më lypë mua edhe nuk i bona za, edhe fëminja. Edhe nuk kom dit për shka më ka lypë, se kom dit. Edhe ku njëva për nënës, ka full me kitë vlavin konë Flensburg, ta ka me pos aja probleme, ta që ka përqap gjallin edhe që ka dojnë vata. Qëre qëfar konflikti ka shnijaj me muë? Dhe atje 1200 kilometra orë kon, se 1200 kilometra është larg, konflikt me fjallë dada, nëna hem ka thëmë se thapë se pa i veti është i vlavit e ka me tishat mija u rrit, edhe rritet, edhe gjithë shka bajt për ta. Konflikt, fjallës keqe, i da po vjen deri konflikti kë vjen të unë. Që qenë mesazhe, që në gjithë e kom hik në umën, të le fa fjallë fyse, të le fjallë kopit burët, që të burët ma ke ngusti grunë, nuk është prej, po, asë gjenë shprej, këj gjenë jutë. Mua më vjen që keni këto konflikte në familje dhe si që... Shumë keshida, shumë pa ku farë arsye. Te one, ka mutra jem atje të vllaznia vetë, unë e kumpru këtë.
3 javë ditë që të dorën se ka shtin gjep, se ka shpenzime në Gjermani, jam me gjatë mitra 4 orë, veti 5 ju konë që të, 2 javë ditë e ku mojtë me hangar me pi, halal e koft, edhe sot bëj gjithë shka për tanë. Kena fjetë gjithë qyshna që të, në dhëmë pritje son me thmikë, në dhëmë gjumëtja këmë shu. A orë derin veti Eda, me panis, me kartonin, me shkoni sen, 2 jenë që egzistën, me mobile, se punën mobile, burin, që për mes filmes malire, sen e kjera. Disa ato, si ora ato, një vit kimi qenë shumë mirë, imi knosh bashkë, një përbashkë, sila, drejka, dorka, aja kje që është gjithë mund konflikte ka shtin, kërë nga nga tanë shka të të vetë, mutraje, me mund me putë, më habitin me tanë, shto sa ndjen mirë, po nuk po më me putë. Por si e zbulove Ivana që 2 fëmijët i ka marrë shteti vllajt aty në Gjermani? 3 mutraje, 3 siltë. Po, dhe fëmijën e vogël, si e mësove? E mësova pi nanës, se nanës i ka kalëzu këtë që është Flensburg, se a i komunikim me ta, son s'di. Por nëna si ndihet, se një nën që shikon fëmijët që nuk kanë kontakt me njëri tjetrin është e dhimbshme. E përvlune se ka tune që 24-5 vjetë, kur gjas konta. Të ditën konë, edhe najse në bomë, edhe ja sansti. Nuk e di, da kërkoj piti e sot dhe pak një marrëveshje me rutina se me ta. Nuk keni munduar njëherë të uleni si motra dhe vëllezër dhe të flisni për të gjetur një gjuhë të përbashkët dhe mos të ndajeni me njëri tjetrin se jeni gjak nëse nuk do motrën dhe vllajin? Motra digjet për vllavi s'është më shumë pita. Kum kërkone, shata që kum shkry krejt numrat e vllaznive, krejt vetë që kum kërku, rani kum jeta. Mi po të jeta, të mi që vishin të shpirtin ma kalëshën jeta, pa nëun, aja i ka të shumë, aja shkrumuet për të jeta. S'fa ta vlavit të së dëmë, shkrumuet. I ka thirë, kur nëuna në Kosovë që të verë, tani ta nëuna, o më i vanë në pas një, ta që farë koj një ka, bëha, borkim ka shku koja, i kojon, kokja. I do thëmin i do, aja kallet Eda për thëmin. Unë e bëllë i do thëmin Eda, po tek e fundit janë edhe borit, aja shumë është e ka për thëmin Eda. Po, ish nuse e vllajt ku jeton? Gjermani është aktualisht? Gjermani është, qëtu është, apet ishtë në punë qatë ku akoma herët, se u largu pi punë përshka kësë di shaka, po nuk di Eda shka tanë për ta, në banesën në mduken e kanë largu për banesën se kalon këra hata, nuk e di shka, nuk kanë komunikima. Se nuk e komunikima? Aja, e di se në krejt në regull shka është e kosht, edhe vlavi i din, po kë nuk e di Eda. Por me nusën e vllajt, pse nuk e komunikim? Por me atë pse nuk flet? Duke ditur që e ke dashur? E du vlavin, e du këta, i la du thëmin, po ti, ta fjolla, për mbulon, këmë thet mas fën me to se ki qenë fjoll, kjo këta mbja, përsa i pja qenë avokote, dhe zdi, të shkatë mamë. Dhe më vjen keq, por në Gjermani, po t'i morën fëmijët të shumë e vështirë të fitosh betejën me drejtësinë gjermane. Qashtu është ata, unë për mënej, si mosën i shetëmin, i vogli adaptohet, luqka e shumë i vogli është. Ajta për të djali e qika pak din t'i shka, po ja, djali se besaj. Ato se një, se kum njuft, edhe pse një vit se kum po. Ka pasur dhunë të familje vllajt? Po i sigurisht ka po të tregoneja vetë, nëse dënë komunikës me ta, ka zënë vetë aja. Do më dërgosh numrat dhe të premtoj që do flas dhe uroj që të vllai juaj ta kuptoj gabimin që ka bërë. Edhe diçka a ban me full, si motër. Jam dalen me një komunikim me një shqiptare të Kosovës, sa di unë është avokate. Ma ka pasu një foto të sojna si BAG, se kesh atë për momentit e banisa vlavi, shka ishtë në hot ritmi vetina, mos për përmisuet në ishtë se diren si ashkeli pa u bo mirë. Edhe e kish post minte nusja vlavit, dhe me thotë të gruja vetë. Edhe kërë qika që ka mësu Zahar Boba vetë, unë e vishe shqeqa shka bëjke, kish pas blej pantullat të lkures, si që janë femnat, atë në gjithë, një më dhjeshtë, po është e rritur më jetë shumë e bukur, është qifte së një qonë për marzuja. Që ka thonë Boba vese kësh, dhuratat ja ka lanë në rrugë, ja ka gjohë, kishe bja gjipë që spageti se s'kum po më kur gjohë, hajde të shpija grusë vetë, që ashtë i dike. Ma ka dërgu një mesazh një shqiptarë si BAG, avokate si do mas si ftyren, ato mush mja hi komunikimin me ta, sa aja është një femër shumë e pushtë, shumë e keqe, sa aja nuk din kur gjon për grunë e tina, i kish dërgu mesazh, kë i ka dërgu që shami ka bli qikes for pantullat kurva, kë vlavi, aja kish dërgu mesazh, pa deka me ta bo qiken si kur vetë. Avokat?
avokatja. Unë e kam fotën e sojna, kam mesazhin e sojna, po e kom hik për telefonit tem për shkak mos marr po burri. Sa din pak hik na fjalë tina. Edhe atë fotografi ma ko mutra që ke mutra e madhe për shkak si jam të erut. Avokata është gjeneratës tem 78, fund shkurtëzi, bluzë të kuqe, pa ka shumë morë me kani me fotografi. Është e rëndë, nëna i bën dhurat vajzës i për pantallona dhe babai e qartë, e kuptova. Dhe kuptove, çfarë kojt një komban, vesh i kështë shë fëmin të merë. Menojshin që i vjen ana vetë. Menojnë edhe sërë më jeda, po që s'menoj, po jam 46 vjetë, ku të menoj për prindin zemra, më digje të prind, edhe mush, edhe një mush 78 vjetë u dik, baba. Pa më dhimi t'ja kujtoj hekinja, të kujtoj sot mi ka pos, çfarë fukara loki, çfarë sene. Po, thminja linë të Ida e lytë nanën e vetë. Kush vjen mas Ida, shtyve 3 fëmijë që janë mshirë që atu, a i s'patam që i kesh përdorin, nuk e di. Se që për se shtetë është i mirë balë, po vish këshyrin shkretit, mas për vjen dikosh ndihmë dikosh, kur si vjen. Më vjen keq që ata fëmijë janë marrë nga shteti dhe janë ndarë nga nëna e tyre dhe një baba le të themi që shkatroi familjen. Okej, përshëndes të du shumë. Faleminderit. Nuk të harroj ta silli me të mirë këtë punë. Okej. Edhe pse me shpirt, gjysën e shpirtit, gjysën e jetës së dha, vetëm të jetë mirë kjo familje. Je motër dhe kërkon më të mirën për vllajën dhe për niprin dhe mbesën. Kush e nuk e bje. Që kjo po më prekë mua. Jemi shqiptar, hej, e anë me një familje mu shkatru 3 fëmijë me hup. Hupion se s'kam tarmen, ata janë fëmijë, ata kanë tarmen, e kanë shkollën, e kanë librat, ju kanë mjetat, ju kanë mjeshtrotit tat, ju kanë mjetë krejtsenet ita. Uroj të bëhet më e mira. Mirupafshim Vana. Përshëndes, du shumë. E dëgjuam të motor e cila vetëm qau, mbushi syt me lotë për niprit dhe mbesat që janë marrë nga shteti gjerman dhe mbi të gjitha konfliktet që ato kanë në familje. Ne urojmë dhe shpresojmë që vllai të ndërgjegjësohet, por me ato që tregoi Vana, që ai kishte një urrëtie të madhe për bashkëshorten, e ka trajtuar, e ka braktisur, e ka akuzuar gjithnjë për tradhti, kur nuk ka ekzistuar këtë tradhti, tregon që mund të ketë një xhelozi të sëmurë dhe mund të ketë probleme të rënda psikologjike. Mirë, është duke na pritur në këto momente motra tjetër zonja Nurie, që hap dritarin dhe ftoi edhe Nurien. Nurie, përshëndetje. Përshëndetje, Dita. Unë fola pak me Vanën. A ishte shumë e shqetësuar për vllajin, po qante. Po, ashtu është. Çfarë ka ndodhur? 2 fëmijët e vllajt i kanë marrë? Po, ja ka marrë shteti. Ta kanë konflikt në mes veti, shumë. Po, kur gjë heqë Dita, kur gjë heqë, veç ju ka ti. Kësa të fjallë më banale, kohër, aslijet, kur farë njëre që e ka po me ta, kur gjë heqë vetë, ju ka fiksu qaja. Po mirë, mos vllai ka probleme të shëndetit mendor dhe ka nevojë për doktor? Aty të është e din, paja, po sa që pranan. Ti ke kontakte me vllajin se Vana tha mua në qëfret? Ja, son s'kam kontakte, se të është kë, po sa që ju më keni shti, ju më këm doshtë më ndopi soj, ju më keni ndalu, kështu e ka. Kuptoj, gjithë problemin ju e keni me vllajin që shteti i Gjermani ka marrë fëmijët, por ky vllai juaj me kë flet në familje? Me një vllot ma dytin atje në Gjermani. Me vllajin tjetër nuk flisni? Folëm ka pak është. Por pse kjo përçarje? Ta i pandikon ma shumë të ajë, për keq. Pse kjo përçarje në familje? Më vjen keq, jeni përçarën? Shumë jeni atë për shumë, për kur gjë heqë, për kur gjë heqë jeni atë për shumë, kur gjë. Por me nusën e vllajt, keni kontakte? Kom pas kontakte, i kom shkru një ditë, i kom thirë, tani thash përshëndetje, ka lexu, mirë po mos ma ka këthy. Se kam qef me bisedu me ta, një ditë ka punat e kashtet. Sepse Vana më tregoi që nusja është e pafajshme, nuk ka faj. Pafajshme, plotësisht e pafajshme, është gjina është me thonë asoj shka pule është. Por nusja, pse u nda nga fëmijët? Se Vana nuk ma shpjegoi? Nuk ja ka lënë ky, o Dita. Por ajo nuk e denoncoi në polici? E ka denoncu, po kjo veç për 3 muaj vazhdon në vizën. E kjo ka pasaportë gjermane, kjo ka. Pse nuk ka bërë bashkim familjar që ta pajisi dhe gruan me letra me Gjermani? Po s'ka desh, se kjo dhe gjuhën e dishtu shumë e zoja është. Po nuk e ka lënë me isë për para, me përparu. Në kur gjë.
E dashur Nurie, me këtë problem që ju ka ndodhur, pse nuk e merrni guximin të vini te vllai dhe ta zgjoni, sa ai mbas është në gjumë, nuk e kupton ç'a po bën. Kam qenë në pra një viti, tash një viti më kam atu. E ju mundu bëllë në ato temën, mi këndi muaj, mi fulle, mi... Pa i biqë, që shme thamë, që të anën e kisë, kronën e mirë se merë, kur, gjatë mirë se merë për ta. Biqë s'kish. Biqë ne kush, biqë zuti këzonë, dhe vë t'jetë mështë. Dhe se tjetër kush zvi. Qartë, kuptoj, por ju e dini motivin, me çfarë motivi shteti Gjermania mori vllajt të 3 fëmijët? Ja, nuk e di, unë për çfarë motivi, unë nuk e di atë. Nuk e di çfarë motivi aty ka, ose të shkollë fëmija janë sjellë keq, se kjo zhurë me kjo në dyta për nënën e fëmijëve, që është tani fëmija, me sigurisht në shkollë janë po problematika, dhe për që ato ja ka moshtiti ka përcë, se nuk e di për shka. Sepse, e dashur Nurie, nëse shteti Gjerman ti merr fëmijët dhe ka një motiv, një arsye të fortë, është shumë e vështirë ti rikthesh fëmijët në familje. Ati babai, vllai tuaj, mund të hiqet kujdestaria ndaj fëmijëve dhe ai mund t'i humbi përgjithmonë ata fëmijë. Po dhe çfarë së më të ratë me jo shinami humba të kuku. Marom na është kur natë 10 minutë për ta, po s'pakim në kur parëgjim, tani tuk e ndrejtu ty me... Por me vllajin tjetër në Gjermani, atë të dytin, ke folur për t'i ofruar ndihmë? O dita ajca, trupën tjetër e nëmë se të ta bë grupën. Por që ka dohu në familjen tuaj që jeni bërë kështu? Nuk flisti me një tjetër? Pike 5 jena bërë, në zemë. Pike 5. Por pse? Dhe që shtë dhe familje shëndosh jena me ta në të mirë, atë krejt kanë, që funësun me familje, me fëmijë, si s'ka ma mirë, po që, pike 5. Nuk nga në koshës. Vllai juaj me nusen ka pasur konflikte që në Kosovë? Po, qashtu kështë gjithë farës, pa kur farë fokë të brehe që të i thonë. Ato drejta në i vetë që të fjallë që ja thot i ka vetë. Me këtë që ju më tregoni, se unë nuk e njoh vllajin tuaj, edhe pse do doja të bëja një ndërmjetësim dhe të flisja me vllajin tuaj që të kuptoj që çfarë po bën, po humb gjën më të shtrenjtë fëmijët dhe ndoshta nuk t'i marri më kurrë ata fëmijë. Nëse ai nuk e ka dashur gruan, mund ta divorconte, por jo të humbiste fëmijët me këto veprime që ka bërë. Po, doni kom thonë, kush nuk ndalan, po doje pison, ndashtë me rëkundu, është interesant, nësë më interesant as ty, as mua sasoj, të një keni të përbashë, sa në gjina 3 fëmijë. Po dhe aja është në koqef, mi po fëmijë e vetë, me ku, po të është një asilën shumë agresiv me ta, se të ju thonë fjallë këshilje. E dashur Nurie, nuk e dua nënën e tyre? Ju se të është një të full kesh, kështë të fëmijë, që i ka mëjdo është 11 vjeçore, djali i dytë është 9, këtë i 3 është 6 vjetë, po të është në të në dukem. E qartë, e kuptoj, ata janë rritur me babajin, ai ka folur keq ndaj nënës dhe ata nuk pranojnë takojnë as nënën. Nuk i lenë edhe kjo, edhe kur t'i lenë më të kohë, të asilën shumë kesh me ta, që është tani i nëzit më shumë për kësa fytje me ta, që është tani e athirën policinë. Por situata që nga dramatike dhe prandaj ka hyrë shteti Gjerman dhe i ka marrë. Shumë, zdi, një zëtit atë mundët me qëtësohet situatë. Ata janë divorcuar me letra apo janë ndarë vetëm fizikisht? Një vishë fizikisht një rala me letra. Me letra figurojnë ende të martuar. Aja ka paracitë më duke në kënë Kosovë, pa halohjen me letra. Halos janë të kështu. Imagjino si është bërë ajo nën kur ka mësuar që fëmijët i ka marrë shteti. Pa aja ka pranu, se aja ka dosht për me marrë shteti, se ata jenë shumë gjendje të keqe. Se ti nështë të fullët me ti me ta, po ata jenë shumë gjendje të keqe. Se vllai juaj nuk punonte? Juaj kujdesi për ta e krejt, po fjallë problemi, fjallë të kishia për ta, fjallë për nëmën e të mive, për që është të tani gjithë problemi të një fëmija që ta i fëmija është ka që zdo për keq misë. Ka ushtruar, quhet dhunë psikologjike. Babai ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj fëmijëve.
Aja dhe qaj, sa e nështë si ka rrej fizikisht, kur që s'ka përdojrë dhunë fizikës, s'ka kuzu, pështjeti, në të tjetë. E qartë, por dhunë psikologjike ka ushtruar që fëmijët. Ju prej meje çfarë kërkoni? Kërkoni që unë të flas me vllajën dhe me nusen? Ashtë e di që shumë ma mirë. A ke një numër ti të vllajt? Po. Do ma dërgosh numrin e vllajt dhe unë do tentoj ta marr me shpresën që ai të më përgjigjet. Po dita veç ti nush me pron situatën pak sa po që të sopsa me noqët atë minë hipi që ato uvi. Nëse fëmijët i merr shteti gjerman dhe ka një arsye të fortë, është shumë e vështirë. Nështë nuk po dhe që arsye të fortë se diku shumë kushtash po plasin që për 6 javë ka marrë bisa për mi qëtësua, dishtë me... Po do kalojnë... Ja, përru pak, për prende me të dëve, kush pa dini zëtë e ditash, nuk e di që shqiven ta, nëse siven mirë, bashkuhen e me zveti, sa më morë vesh për fëmin, ja vjep shteti, po ju që është jesin të shteti. Dhe nëse i merë shteti, derisa të mbushin 18 vjeç? Po, që është, ta i vuglën nuk din kërqaj. E adaptojnë e kompjuter, sistema, kërkon askon e konjana e s'pos. Sa vjeç është i vogli? Jo, është që 5 vjeti ka pos kërë ndopi në nësë. Dhe vllai juaj nuk i lindë të takoni nënën, është e tmerrshme. Një kalon, për që kalon, të një ndaloj edhe në shkeket e shkulla, i shek edhe ato janë ndaloj, krejt, gjithë shka i cëtë për ta, po, kënë së shkurqë, së shke. Unë kam përshtypjen e dashur Nuria. Ma to për të komblon me gjake, po kur së është i drejt, nuk mojmë ja të kërkum të kimi, nuk mojmë të që kimi ro njëri. Qartë, të kuptoj, por unë t'jap një këshill, së bashku me motra dhe vëllezërit e tjerë, mblidhni forcat dhe shkojni, takojeni dhe zgjojeni, tundeni mirë, sepse ai ndoshta nuk ketë nevojë për ndonjë mjek, mund të jetë rënd nga ana psikologjike dhe duhet ta çoni ta kuroni. Që të mos e lini pas dore. Po, nuk ka kush, veç në që motra që tjere, dhe që këlla që janë kësë këtë mund, më shumë, kësë i pak, po ju kërkushtini me kërkush. Po me nënën e ti? Pia që na dham shpirti për tamre. E qartë. Po, i mbere natë ditë kojnë për ta, po që ne po, natë ditë me atë tajkina. Po me nënën e ti, si ka komunikimet vllai? Ja, nuk komunikojnë tash, nuk kërgjë. Pra, vllai juaj i ka shkëputur kontaktet me të gjithë, nuk flet me ju. E qartë, pse ju i keni folur atit për nusen, ai ka shkëputur kontaktet me ju dhe pranon të flasi më me ju. Po, qartë, pse këdi një kraksoj, pse për krani këta, kjo që shto ashtë, pse këdi lamë do, kush të nëllë mundo për fotit tonë, kur të ishe fotit që janë shashtu, po veç, kur ka pos tja që lëmë se linë shëtë mi. A mirë ndojo me, kësë sa me lanë fmit ashtë rrugëve në për venet huja të botës. E dishme, Nurie, ti vetë sa ke pa folur me vllajnë? O dita, unë e kom tirë se kësi keq që kërë ras që ka mërë që një javë dhe ditë në duke një ka mërë shteti, e kom të thejërë, s'ma ka qetë, nësa e kom të shumë të një gjendjet kishë që ka mërë nato, në fëminja kanë përgjaflorë. Koha ozë duke s'kot me fëminje me atë shteti që ka mërë policia, ta një frira, një stret, nuk ma qekë për telefonin, që është ditë ta një shkrojt, ata shtë s'me ma qekë telefonin, ta shako, shalbon, nëse kur farpoj s'ka, ma dhe qële telefonin, plasëm, Shavadan, ma këthej tani përgjë, aja është mbli vetin, e kam që këtu e vetë jam që e këta. A të tregoj që fëmijët i kishte marrë shteti, apo nuk të thazja? Ja, po, a kënashti që mi moshtë, kush kënashti vjen? A kënashti mi moshtë, që është përgjë. A i mund këtë probleme të rënda psikologjike dhe mund këtë nevoj për psikolog ose për psikiatër. Sen së është, unë kom thallë, unë kom nevoj për psikologë, do kush ka nevoj, sen morës është ko. Sen morës është në shku ke psikologu, të ku ki nevoj me
në vazhdu jetën, se në më shëru, më kuru, se më rëson është asinja. Patjetër që ne në jetë kalojmë momente të vështira dhe çdo njeri ka nevojë për një psikolog, por duke e lënë pas dore shëndetin mendor, ai mund të përkeqësohet akoma më shumë. Po, edhe më shumë dhe. Se me punu jo, më morë me si ka probleme, se puna tjetër është banë të fillon, e jesë përpora, tash me fëmi, me probleme, me amit më sretë. Ajo që mua më vjen keq në të gjithë histori është vllai tjetër, që e shikon situatën dhe nuk reagon dhe nuk e ndihmon. Po çaja shumë keq është. Do thënë vllai për vllan, jetojnë të dy në Gjermani, në të njëjtin vend, ai e shikon që vllai mund të ketë probleme. Nuk është njëjtën vend, është tjetër kon, po për mes telefonat, jo dhe ky shkon shpesh atje. Dhe më vjen keq që vllai nuk e ndihmon vllain dhe më vjen keq që familja juaj është për çarë, ju si motra kërkoni më të mirën për vllain, për fëmijët e tij. Nurie, të përshëndes. Mirupafshim. Ndel kërkuan që ke gjetë e me të mira, ndëgjojmë inshallah pa zot i mirë, inshallah. Amin o Zot e uroj. Mirupafshim. Mirupafshim, me të mirë, s'harrojmë. Mirë të dashur miq, që kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, apo keni dhe një eksperiencë të bukur për të ndarë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta njerëzore, histori të dhimbshme që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Ne do ritakojmë sërish nesër, ju e dini ora 10, jam live këtu në kanalin tim në YouTube me një tjetër histori. Mirupafshim.